Banori Big Brother VIP Kosova Lim Hoti me të hyrë në shtëpi ka përcjell një mesazh verbal nga jashtë për këngëtarin Labino Tregja gjatë një bisede të zhvilluar brenda ambienteve të shtëpisë. Sipas videos, Lim Hoti e thërret Labino Tregjen me mimika dhe i drejtohet me fjalët "Ki të fala prej bës". Pas kësaj, Regja e pyet nëse personi në fjalë ndodhet brenda shtëpisë, ndërsa Hoti i përgjigjet me jo. Në VM, Labino Tregja e përqafon Limin dhe i drejtohet me shprehjen BR. Si edhe? Me Lonin atë ku pas ka bërë kanë po i di që në pa dhe kene nëjtë, qëra kjo, këtë këmë parëm në atë format? Ki fala për bës. Kujna? Bës. A nuk është mërënda? Nuk është mërënda? Bërë. A beson të shka? Këtu bëllë, edhe ju kështu, po dhe datët nuk kanë politi. Ta është i din që jam i fort. Ka punu me Lonin, nej. Sipas pretendimeve të përmendura në bisedë, mesazhi thuhet se vjen nga baroni i drogës Brillant Batiri, i shpallur në kërkim në kuadër të operacionit Qielli i Thyer, i cili ndodhet ende në Arrati. Batiri përmendet si djali i Shemsi Batirit, i njohur si figurë lidhur me vetvendosjen. Vlen të theksohet se Labino Tregja në disa raste është parë në ndeja dhe evente muzikore që pretendohet se janë organizuar nga ky i fundit.